Në mbledhjen e parë të kabinetit të ri qeveritar, kryeministri Albin Kurti deklaroi se çështja e presidentit kërkon dialog politik dhe se ai është i hapur për diskutime në të gjitha partitë parlamentare. Sipas tij, këto bisedime do të nisin menjëherë pas përmbylljes së disa proceseve prioritare, përfshirë miratimin e buxhetit vjetor dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë mbetur pezull. Kurti u shpreh bindur se ekipi i ri qeveritar ka kapacitetin e duhur për të përballuar sfidat e mandatit të ri, duke theksuar se përvoja e kaluar dhe ekspertiza e ministrave krijojnë kushte për një qeverisje më efikase. Ai nënvizoi se qeveria ka nisur punë që në ditën e parë, duke trajtuar çështje të rëndësishme për funksionimin institucional të vendit. Ndërkohë, opozita ka sinjalizuar një qasje më aktive ndaj procesit të zgjedhjes së presidentit. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, deklaroi se partia e tij është e gatshme të kontribuojë në gjetjen e një zgjidhjeje konsensuale, duke theksuar se marrëveshja duhet të jetë politike, por jo rezultati i parezervuar. Ai u shpreh se dialogu mes partive është i domosdoshëm për të siguruar një figurë unifikuese për postin e presidentit. Edhe kryetari i PDK-s, Bedri Hamza, konfirmoi se partia e tij është hapur për diskutime me lëvizjen vetvendosje. Ai rikujtoi precedentët e mëparshëm politik në Kosovë, duke theksuar se zgjedhja e presidentit historikisht ka ardhur si rezultat i marrëveshjeve ndërpartiake, pavarësisht se cila parti ka pasur shumicën parlamentare. Sipas raportimeve mediatike, tensionet dhe debatet politike rreth kësaj çështjeje kanë ndikuar edhe në agjendën e presidentes Vjosa Osmani, e cila ka anuluar pjesëmarrje në konferencën e sigurisë në München. Zgjedhja e presidentit kërkon shumicën e cilësuar në kuvend, duke e bërë bashkëpunimin politik një domosdoshmëri për përmbylljen e këtij procesi institucional.